Finalizohet operacioni policor antidrog i koduar koktejl nga seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë në vijim të goditjes së veprimtarisë kriminale të shitjes së drograve të forta në zonat bregdetare të qarkut. Sekuestrohen 103 doza MDMA dhe ketamin, si dhe 120 kokra ekstazi të përgatitura për shitje. Vije në pranga 2 shtetas anglez të cilët ju gjetën drograt e forta në dhomën ku qëndronin në dhërmi, si dhe në automjetin e tyre, së bashku me një shumë parash prej 6.185 eurosh dhe 720 poundësh, të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale, në vijim të kontrolleve për goditjen e veprimtarisë kriminale të shitjes së drograve të forta, fal administrimit të menjëhershëm të informacioneve nga inteligjenca policore dhe në zbatim të planit të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë në zona turistike, shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, organizuan dhe finalizuan operacionin antidrog të koduar koktejl. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit e huaj lindur dhe banues në Londër, shtetasi me iniciale JB 34 vjeç dhe JC 33 vjeç, të cilët qëndronin të akomoduar në fshatin Dhërmi gjatë kontrollit të ushtruar në dhomën e tyre dhe në automjetin tip Mitsubishi. Në përdorim të tyre, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale 52 doza në lëndë narkotike të llojit MDMA, 51 doza me lëndë narkotike të llojit ketamin, 120 kokra ekstazi, një shumë prej 6.185 eurosh dhe 720 poundësh, si dhe 4 aparate celular. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas i shisnin dozat e lëndëve narkotike në ambientet e argëtimit përgjatë vijës bregdetare të frekuentuara nga pushues dhe turistë huaj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme procedurale.